Prokuroria e Fierit ka ngritur akuza ndaj Afrim dhe Alit Cimilit, babe bir për vrasje me paramendime mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje armësh, lidhur me një ngjarje të rëndë të ndodhur në 9 prill të këtij viti në segmentin rrugësor dytësor Fier Vlorë pranë fshatrave Dërmenas dhe Sulaj. Hetimet tregojnë se dy autorët kanë qelluar me arma automatike dhe pistolet drejt motomjetit, ku udhëhiqej Hysen Mërnica dhe pasagjeria Suzana Mërnica. Si pasojë e goditjes, Suzana Mërnica ka psuar lëndime dhe ka rënë nga motomjeti, ndërsa drejtuesi ka mundur të shpëtoj. Ngjarja u hetua nga policia e shtetit, e cila në drejtimin e prokurorisë së posaçme ka arritur të arrestoj Afrim Cimilin, ndërsa Ali Cimili është shpadur në kërkim. Pas arrestimit ndaj Afrim Cimilit është caktuar masa e sigurisë arrest me burg. Sa i përket motivit, burimet thanë se dy djemt Hysen Mërnica dhe Afrim Cimili kanë pasur një zëng në lokalin e fshatit disa muaj më parë, ndaj me 9 prill Afrimi me të Atën tentuan të hakmerren. Hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorit tjetër, Ali Cimilit.